Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashkë gogozhare, po do t'i bëjmë aq të mira sa nuk keni ngrënë ndonjëherë. Jam e sigurt që do t'ju pëlqejnë shumë. Ka disa lloj mënyrash për të përgatitur gogozhare, është dhe një mënyrë tjetër shumë e shpejtë që i bëhen gogozhare të momentit, por sot do të përgatisim gogozhare për t'i ruajtur në dimër. Me që specat e kësaj stine nuk i gjejmë dot më dhe në dimër, nëse i përgatisni një 2-3 vazo do t'ishte shumë mirë. Le të fillojmë nga puna. Unë këtu siç dhe e shikoni të dashur miq kam 3 kg speca të kuq nga këta që janë të trash. I kam larë dhe do t'i pastroj nga farat. Këto lloj gogozharesh nuk do t'i përgatisim në tenxhere, por do t'i përgatisim me pjekje në furrë. Me pjekje në furrë është më praktike, sidomos për ata që nuk e kanë qef lëkurën e specit. Pra i rreshtojmë të gjitha në një tepsi dhe do t'i pjekim në furrë me nxehtësinë maksimale të furrës për 10-15 minuta. Nëse e keni furrën me ventilator, caktojeni në procesin me ventilator, në këtë mënyrë specat do të digjen shpejt nga jashtë dhe nuk do të zbutet shumë tulli i brendshëm. Pra do t'i pjekim në një temperaturë të lartë, por për një kohë të shkurtër që pjesa e brendshme mos na zbutet fare, pra nuk duhet që t'i bëjmë si baltë. Kur të shihni që specat përsipër kanë ndryshuar pak ngjyrë, atëherë nxirini. Ja pra dhe siç duken në video. Pra nuk i kemi bërë si pure, pra kanë një fortësi brenda, thjesht ju kemi plasaritur lëkurën e jashtme. Pasi i keni nxjerrë nga furra, do t'i vendosni në një enë ku do t'i mbylli me kapak. Në këtë mënyrë do t'i lëm për një 20-30 minuta dhe ato nga djersitja që do të krijohen me njëra tjetrën do të qërohen më kollaj. Pra nuk ka nevojë që t'i qëroni të nxehta të sapo nxjerra nga furra, është mirë që t'i lini pak të pushojnë, në këtë mënyrë dhe lëkura qërohet më kollaj dhe duart nuk ju djegin. Siç dhe e shikoni, pasi kam pushuar, qërohen shumë kollaj. Nëse e shihni me vëmendje në video, dallohet që speci nuk është i zbutur, pra nuk është bërë baltë fare, e ruan fortësinë e pjesës së brendshme. Tani për të mbyllur në vazo do të na duhet uthull, vaj ulliri, hudhra, gjethe dafine, piper të zi kokër, limon toz dhe krip për turshi, pra krip nga ajo e trasha. Kavanozat që kam përdorur janë kavanoza gjysmë kilshe dhe kapakët që do të përdor janë kapak të rinj. Nëse do t'i ruani për dimër, duhet që të përdorni kapak të rinj. Nëse nuk keni kapak të rinj, mund t'i mbyllni edhe me të vjetër, por do t'i vendosni në frigorifer dhe mund t'i konsumoni për gjatë një muaji. Në vazo specat i rreshtojmë një nga një, duke i vendosur jo shumë ngjeshur me njëra tjetrën, aq sa të nxjerr vazua. Për çdo vazo kam përdorur 2-3 thelpinj hudhra, nëse hudhrat i keni pak më të vogla, mund të përdorni edhe 4 ose 5 thelpinj për një vazo. Unë i kam vendosur pak në fund dhe në gryk gjithashtu. Kam shtuar gjethet e dafinës, piperin e zi dhe pak vaj ulliri. Vaji i ullirit, përveç se ju jep shije shumë të mirë, kur t'i servirni i keni gati, pra nuk ka nevojë t'ju shtoni më vaj ulliri përsipër. Unë ja kam hedhur me sy, nuk e kam matur, por hidhini aq sikur po spërkasni një sallatë. Tani do të përgatisim lëngun me të cilin do të mbushim kavanozin. Do të përdorim gjysmë luge krip dhe pothuajse një filxhan kafeje me uthull, pra jo një filxhan plot, por një gisht më pak. Në një gotë standarde shtojmë kripën dhe i shtojmë ujë të nxehtë përsipër. Gotën nuk do ta mbushim plot, por gjysmë. E trazojmë mirë që të shkri kripa, i shtojmë dhe uthullën dhe ja shtojmë të dyja bashkë kavanozit.
I shtojmë pak një herë si fillim, e tundim pak që lëngu të shpërndahet mirë në të dhe i shtojmë dhe pjesën tjetër. Si masë është fikse, gjysmë gote me ujë të nxehtë dhe krip dhe një filxhan jo plot me uthull. Të dyja bashk dolën fiks për një kavanoz të tillë. Ja fshim buzën me një pecet dhe shtrëngojmë fort kapakun e ri. Veprojmë po njësoj dhe me vazon e dytë. Një kokër limontos, unë limontosin e kam me kokra si kokrat e kripës së trash, për këtë arsye kam përdorur një kokër. Pra nëse e keni limontos plur, ju caktojeni vetë me majën e lugës së kafes. Dhe nuk kemi mbaruar, këto vazo do t'i vakumojmë. Unë 2 speca që më mbetën i preva të vogla dhe i mbusha në një vazo të cilën nuk do t'a vakumoj, por do t'a lënë në frigorifer për një 2-3 ditë dhe do t'a konsumoj direkt. Nëse dhe ju nuk do t'i vakumoni vazot, mund t'i vendosni në frigorifer dhe mbas 3-4 ditësh i keni gati për t'i konsumuar. Tashmë në një tenxhere ku mund t'ju nxjerrë 2 ose 3 vazo, do të hedhim ujë të nxehtë dhe vazo do t'i vëmë përmbys në të. Do t'i zjejmë për 10 minuta. Pra, pasi të filloj të zjej, unë ujin e kam hedhur të nxehtë, por gjithsesi pasi të filloj vlimi, do të numëroni vetëm 10 minuta dhe është më se e mjaftueshme. I heqim nga tenxherja dhe i lëm me kokë poshtë derisa të ftohen. Kur t'i ktheni në këmbë, mos u habisni që nga kapaku, pra nga buza e kapakut të rrjedh pak ujë. Kjo është normale, nuk rrjedh ujë i kavanozit, por rrjedh ujë që mund të ketë hyrë në dhëmbëzat e kapakut për momentin gjatë kohës që ka zjerë. Pra nuk është se rrjedh ujë nga kavanozi, rrjedh vetëm ujë që ka hyrë në buzën e kapakut. Pra mos u trembni nga kjo lloj rrjedhjeje, mos mendoni se rrodhi vazua. Kjo ishte për të dashur miq, jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë dhe janë shumë herë më të shijshme se gogozharet e blerat e gatshme, ju garantoj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.